67 vjeçari nga Tetova D.A. përfaqësuesi bashkësisë lokale në Tetov, dje ka denoncuar se persona të panjohur të dielën në një garazh me një sprej me ngjyrë të kuqe, kanë shkruar grafite. Sipas policisë, grafiti ka qenë me përmbajtje ofenduese, kërcënuese, e cila shkakton urrëtie, mos durim etnik dhe dhunë. Policia ka dalur në vendngjarje dhe ka fotodokumentuar grafitin, kurse punon në zbardhjen e atyre që shkruajnë grafite, të cilët këtyre ditëve janë shumë aktive në qytetin e Tetovës. 53 vjeçari H.A. nga Tetova më 19 nëntor ka denoncuar se një ditë më herët persona të panjohur kanë vjedhur veturën e tij Renault 5 Lampus. Sipas policisë, veturën një natë më herët djali i tij ka lënë të pambyllur dhe me çels në derë në parking në një rrugë dhe kur është kthyer vetura nuk ka qenë aty. Janë ndërmarrë aktivitete për zbardhjen e kryerësve të kësaj vepre dhe gjetjen e veturës. Kjo është herë e dytë që brenda 2 javë vidhet veturë në Tetov, pasi që një tetovari është vjedhur më herët vetura Golf.